një sprov e cila çdo verë në ballafaqon. Dhe na ballafaqojmë me te. Edhe këtu, ne si hoxhallarë kemi detyrë dhe obligim me e ngrit alarmin, me e dhanë mesazhe. Le ta merr kush e merr, le ta ignoron kush e ignoron. Ama le ta dim gjithë ne, se vetëm si e kemi qu për para, me ndershmëri dhe moral, kena me mujt, më umbrojt nga hidhrimi Allah dhe ndëshkimet e tia. Nëse e kalojmë megjen, nëse na përkambim kufit, ne dhe epsojmë vetë, po ajo që është me keqe dhe epsojnë edhe brezat që vinë mas. Pune e dasmave tona që bohën këto dit, edhe ku na shpesher ankohemi njëri me tjetrin, ama las dalin burat me thonë bol, asaj që është tepër. Lakurisia e jashtëzakonshme e grave dhe bijave tona në dasmat tona është fenomen katastrofal. Dasmat me lakurisi, dasmat me instrumente muzikore, me muzikant dhe muzikante, dasmat e përzime bura dhe gra, Zoti na ruaj dasmat ku ka dhe alkohol. O vllazni, këto dasma nuk janë momente gëzimi, ta dini. Që nga momenti kur përzihen dasmat tona me harame, jo me një haram, me shumë harame, ta dini se idhnimi Allahut është aty, edhe pasojat e këtyre dasmave që burrat që janë në për shtëpia nuk bëjnë za. Su ka met nga burnia as bëja. Më uqu me thonë, bolni ma, shtu nuk shkon, na murët në qaf, na turpnut, na nxerët prej krejt marës, s'ka mbet ma kokër marën familje tona, të burat dhe të gratë. Shumë bura, falni, shumë meshkuj, ma shumë i njajnë femrave, se sa burave, edhe shumë femra, e kanë morë rolin e burave në shpe dhe zvestin për kur gjo. Kjo gjendje, kujt i shkon për skeqi? Une që foli, jo, ty të kthejet bumerang, ti që nuk fol në shtëpijën tone, dhe lejon me dal gjinia femrore në familjen tone me asil lakurisie që as në plash nuk i shef. Ti kime vujt, me problemet e shumëta që kanë me të këthy bumerang familjen tone. Na ketimi dëshmitar, hoxhallar që miret me një qaha, sot sa bëjnë një qaha, fatkesisht, aq ka nis me bo dhe divorce talake. Prom, ishtim të netë më një darsëm, e thiri në ogjën telefon ogjë, nduesh se një talak duhet me bo. Na shkem darsëm, një kosisht të netë darsëm, e martojmë diken, na vit telefoni, hajde se dojnë mu da. Pse ndodhin këto divorce në martesat e reja tona? E nismja është haram, i rivi dhe e reja ka nis haram, familja e djali dhe familja e vajzës e kanë vazhdu me haram, e kanë pru edhe ditën e darsmës me haram, edhe si zgjat ma shumë se një javë, një muj, e një vjet, edhe në fund ata dahan për shkak të haramit. Porosia jeme për kejt, pete ma i madhi dhe të ma i vogli, keni frikë Allahun. Menoni pun pak ma këthjelt, ma seriosisht, se cilin në shtëpin e vetë, le ta thot një fjalë të mirë, le ta urdhëron familjen ka e mira, le ta ndalon familjen për të keqes, të shpëtojmë kejt, se o vllazni, nëse na shujmë, nëse na heshtim, nëse e keqa shtohet, nëse e keqa teprohet, krejt dve kame në ndëshku Allahu dhu gjelal. As imami mihrab nuk ka me shpëtu, nëse kejt gjemati dalash marin. Andaj, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vajlun lil arabi min sharrin qad iktarab, vaj për arabët nga e keqa që është afru, i tha Aisha radiallahu anha, e nuhliku wa fina salihun, a na shkatron Allahu edhe pse në mesin ton ka burat mirë, haxhiler e hoxhallar?
Tha nam idha kethur el khabeth, tha po, kejtëve Allah i ka me në shkatru nëse shtohet e keqa. Duhet mi i caktu kufin. Shëfë në subhanallah, për një megje, për një plam tokë, në fushat tona që i kina bole dina, jina të gatë që më uvra me zvete. E për nderin dhe namuzin e grave dhe bijave tona që veti qesim lakurish për shpijave tona, a ka be bura që vritin për namuz? A s'ka met mas i bura? Rinia ka me rak me ngu kojngt me qiftelia. O lazni, heroizmi i burave nuk identifikosh me ta pse i ngon t'in kër kojngt me qiftelia. Po identifikosh me ta kur ta kesh guximin, trimnin, vendoshmërinë atyre burave, edhe për ta mbrojt nderin, edhe për ta mbrojt namuzin, edhe për ta mbrojt vatanin, edhe për ta mbrojt dinin. Janë punë serioze o vllazni, nuk është hajgare. Nuk është hajgare me pa na gjinin femërore ton, aq gjveshur, aq lakurish, edhe mos me na pengu, edhe me ubo sikur se nuk kemi të e pa, edhe me ka përci. Neve meshkuve na vjen mare, duhet me ullë shikimin shumë herë kur shkojmë në përdarsma nga lakurisia e madhe që vishen gratë në anën tjetër, apo ma drejt me thonë gjvishen gratë. Andaj martesa është dhunti, martesa është kërkesë fetare, martesa e man gjallë një popull, martesa e bën të fort një popull, martesa e shton një popull, martesa është njëra për mënyrave të zhvillimit dhe përparimit një popullit. Të mos lejojmë me imitimin që ja bëjnë bijat tona, jo besimtareve nga rrjetet sociale, e modelet e huaja që i shohin në për ekranet televizive, të mos bëhen ato model për dasmat tona. E të fillojmë dal nga dal, devijojmë derisa të vjen nusja dhe dhondri bashk, ta marrin ka një shishe, ka një gotë me verë të shampanjës e ta pinë ata njëri me tjetër. Kjo po ndodh na për dasmat tona fatkeqësisht. Do thot, bura e gra bashk u bo normal. Muzikanta e muzikante mbrenda dasmorëve, muzikantjat e burat e muzikantit e gratë, edhe kjo është bo normal, po që ka met abnormal mo ndarsmat tona. A ka nej kufi që duhet munal, e mi thonë bollve, qef po, saltanat po, zefk po, ama ka një kufi? A duhet dalim na ketë lakurish, e ndodh ajo që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka me ndodh kiameti derisa meshkujt edhe femrat të bëjnë marrëdhënie intime në për rrugë si gomart. Kështu, tekstualisht si gomart. Edhe ajo duhet me na ndodh neve në për rrugët e tona, mi pa djemtë edhe vajzat në për qoshe tu përqafu e tu pudh. Edhe pastaj na me neve me na u duk normal ajo punë. Se s'ka gjonë janë të ri. O vllazni, nderi, namuzi, ndjeshmëria, emocionet, nëse i humbim ka këtyre fenomeneve, shumë shtrenjtë kena me pagujt. Bota sot perëndimi është pishman nga largimi nga vlerat morale, po s'ka mundësi me korrigju. Edhe shkatrimi i perëndimit ka më ardhur mo për shkak të humbjes së vlerave morale. E ata kanë teknologji, kanë shkencë, kanë industri, kanë zhvillim. Ne kur gjos kemi edhe vlerat morale, nëse nuk i kemi, çka na mbetet neve o vllazni? Çka na mbetet neve? Porosia e tretë për mes mezat më tepër, o vëlla, bëhu krenar me islamin si fe. Pasha Rabbul Aleminin. Nuk e tham unë si musliman edhe si hoç. Këtë bota sot është e thonë, nuk ka fe më të mirë se islami. Nuk ka përgjigje më të logjikshme se në islam. Nuk ka zgjidhje më afatgjate se sa në islam. Mëson e fen. Lodhni hoxhallarët me pyetje. Shkoni ndezet e hoxhallarët. Lexoni libra, ndëgjoni ligjërata. Mëson e fen, ngjyrosuni me ngjyrën e islamit. Pasha Allahun keni me jetu të kënaqur.
keni me jetu të lumtur, të gëzuar, të rahatshëm, qetë, sigurt. S'ki me pas probleme as psiqike, as shpirtnore, as shëndetësore, as probleme me sehire, as probleme me e gjine, as probleme me njerës. Krejti, jeta jote ka me qenë e qetë, stabile, e rahatshme, e begatshme, me të mirat të Allahu dhu gjelal. Si bëgat Allah, ngjyrosu me ngjyrën e fesë Allahut. Wa man ahsanu min Allahi sibgha. A ka kush ngjyros më mirë se Allahu? Të lejojmë Islamit depërton brenda nesh, edhe në vend se të marrim fanella me ngjyrat e ekipeve të ndryshme të futbollit, të ngjyrosemi jetën tonë me ngjyrën e Islamit, që të na kaplon bekimi dhe rahmeti Allahu xhelal.